Stilistja shqiptare në media turke, prej 15 vitesh, spikat me krijimet e saj. Anisa Diko, stilistja shqiptare që ka bërë emër në industrinë e modës, ka arritur të tërheqë vëmendjen e mediave turke dhe të jetë një emër i njohur për krijimet e saj. Pas 15 vitesh aktivitet të suksesshëm, ajo ka dalë në pamje punën dhe talentin e saj, duke shpalosur veshje që përfshin elegancën dhe stilin modern. Në një intervistë ku tregon për sukseset e saj, ajo shpreh dëshirën për të veshur këngëtares shqiptare me famë botërore si Dua Lipa dhe Rita Ora. Ajo është e njohur për dizajnimin e koleksioneve të ndryshme që reflektojnë kulturën dhe traditat shqiptare, por gjithashtu sjellin elemente bashkëkohore që i japin freski industrisë. Në media turke, ajo është përshkruar shpesh si një stiliste talentuar dhe inovative që ka arritur të ndërtojë një emër të fortë ndërkombëtar. Krijimet e saj janë vlerësuar për përsosmëri dhe për përdorimin e materialeve të cilësisë së lartë, duke u bërë një pikë referimi për shumë nga kolegët e saj në botën e modës. Ajo ka një ndikim të madh, jo vetëm në Shqipëri dhe Turqi, por edhe në arenën ndërkombëtare, duke u bërë një model për shumë stilistë të rinj që duan të pasqyrojnë kulturën e tyre nëpërmjet modës.